Në raportin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi Shqipëria renditet në vendin e 80, duke shënuar ngritje krahasuar me vitin 2024, ku vlerësua me pozitën e 99. Raporti gjeti se peizazhi mediatik në Shqipëri ashtu si në Greqi, e cila renditet e 89, përshkruhet nga konfliktet e interesit. Kosova nga ana tjetër ka shënuar rënien më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi në 2 maj, në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më keq në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Nga vendet e tjera të Ballkanit, Malizi renditet në vendin e 37, pastaj Maqedonia e Veriut në vendin e 42, Bosnjë-Hercegovina 86 dhe Serbia e 96. Raporti thekson gjithashtu se media të pavarura në Europë dhe Azinë Qendrore po përballen me një krizë ekonomike të paparë. E përkeqësuar kjo nga ndalimi menjëhershëm i ndihmës amerikane dhe ndikimi gjithnjë më i madh i propagandës ruse. Raporti përmend ndër të tjera dhe përpjekjet e administratës së presidentit amerikan Trump për pezullimin e financimit të radios Europa e Lirë.